E dim që po jetojmë në një kohë të tillë ku gjërat po zbulohen para kohës, që prandaj po është të pas interes, edhe nëse dikush i din më thonë, jo, pse po du me surprizu veten atë natë. Po është në një lajm që Meti mund futet përsëri në Big Brother? Qa ka të vërtet këtu? Ka reagu vetë, duke publiku një story diçka për Big Brother VIP Kosova. E kemi pa që Metit ju ka ndalë rrugtime në gjysmë për shkak të një veprimit të tij dhe nuk do ishte çuditë ta shohim prapë në Big Brother për shkak që nuk ka mbrinë është ta me tregu veten në të gjitha ngjyrat. Mendon Redion që do të jetë Meti pjesë e Bigut? Historia ka treguar që Big Brother si banor përjetohet dhe duhet bëhet vetëm një herë, nuk besoj që do t'i jepet shansi se nuk do t'ishte e logjikshme se doli nga ajo lojë për shkak të një veprimi të dhunshëm, por logjika më çon se nëse nuk e ka bërë thjesht për vëmendje, mund ta shikojmë si opinionist në Big Talk. Deri këtu mund ta shikoj, por si banor jo. Okej. Bukur, faleminderit shumë Redion që ke qenë me ne në këto momente. Kënaqësia jonë. Blerina, faleminderit. Shihemi nesër. Shihemi nesër dhe shnet se ki tesh 10 herë, po Blerina tesh si mac, nuk e një kërkush. A teshin macat? Më duket që po, jo ndovita të tesh. Qëtë shto, e tesh një Blerinës. Shpresoj që s'kim na për cilë Po qëndroj largë. Qëndro sa më largë, por largë nuk dhe të qëndrojmë në këtë moment me Lolenën, sepse është koha për parashikimin e motit.